është referendumi popullor. Kjo është që mendojnë shqiptarët për importin e plerave. Fjala e tyre është jo, brapa këtij vendimi. Nuk fshihen interesat e qytetarëve shqiptarë, po mbrapa këtij vendimi fshihen interesat e një grushti të vogël, industrialistësh, e një grushti mafiozësh. Populli e kalon qeverinë, që është ai që ka konsistencë dhe është ai që e ruan demokracinë në këtë vend. Prandaj ne kemi 10 vjet që i themi, jo plerave në Shqipëri, jo plerave në Shqipëri. E dini që do bëhet bas këtij ligji apo jo? Do shpërthejnë fabrika çdo cep Shqipërisë. Pse do shpërthejnë? Do shpërthejnë ndjes, sepse nuk keni kufi për tonazhin e mbetjeve që do futen. Këto fabrika që do ndërtohen do jenë gjitha plot me mbetjet nga jashtë, sepse Shqipëria e pa nuk i mbledh, po edhe sikur t'i mbledhi nuk i përgjigjet dot. A dëshironi ju të jetoni në Shqipëri apo jo? U ka vendosur të jetoj në këtë vend. Shikojmë gjithnjë më shumë se kjo politik jeton në fusk jashtë kontekstit të rrethmet social. Sot, të kohë kemi parë një kryeministër i cili u shiti shqiptarëve për rallën se do t'importohet lëndë e parë. Më thoni pak, a ka nevojë lënda e parë për t'u ricikluar? Fatkeqësisht, po duan që ta sjellin plerat, po e bëjnë një vend më të pabanueshëm. Boll i pabanueshëm është, po doin ta bëjnë më pabanueshëm. Ligji ka ngesë të presidentit, faktikisht duhet vëmendja edhe te presidenti tani, duhet i bëjmë thirrje presidentit që ta rrëzoj këtë ligj dhe ta kthejë në parlament. Ky kryeministër dhe kjo qeveri po tallet me ne, po guxon të tallet, po guxon ta thotë sikur po na bën nder dhe jo po na bën qeder. Por, ama kushdo që guxon të tallet, në fund fare do të përballet me një popull të tërë që guxon. Dhe ky sot është vetëm fillimi. Dhe nëse do të vazhdoj, do të ketë mendje që të mos heqë dorë nga ky ligj, po të mbahet i lidhur fort pas tij, ndoshta do të përfundoj në koshën e plerave së bashku me këtë ligj. Kemi të njëjtin qëndrim që kishim 5 vjet më parë, që kishim 3 vjet më parë, kur kishim mbledhur 65.000 firma për një referendum. Referendumi është e drejta jonë që nuk mund mohohet. Kush mohon referendumin është jashtë ligjit, është kundër popullit.